Ervin Luan Mata i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAKu që prej muajit nëntor 2023 në kuadër të dosjes Metamorfoza SKECC vijon të fitojë miliona nga fondet publike në Shqipëri, i akuzuar për trafik droge, pastrim parash dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal me aktivitet në organizimin dhe financimin e vrasjeve. Mata jo vetëm që mbetet i lirë, por vazhdon aktivitetet ekonomike në vend. Në një akt të paprecedent sfide ndaj drejtësisë, institucionet shtetërore vazhdojnë të japin fonde publike trafikantit kërkuar nga SPAKu nëpërmjet tenderëve të dyshimt. Më 28 prill 2025, Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza QSUT në Tiranë ka njoftuar në buletinën e prokurimeve publike se ka zhvilluar një procedurë tenderi për shërbime hoteliere në vlerën 81 milion lek. Ky tender është fituar nga Hoteli Victoria në pronësi të Ervin Matës, biznesi i regjistruar formalisht në emër të babait të tij Luan Mata. Procedura e tenderit ka qenë e paracaktuar, pasi subjekti i Matës ishte pjesëmarrësi vetëm dhe shpallur fitues me ofertë identike sa 100% e fondit limit. Sipas dokumentacionit zyrtar, shërbimi që do të ofrojë Hoteli Victoria për QSUT-n është cateringu për stafin drejtues të administratës së spitalit, një shërbim që prej vitit 2023 vazhdon të jepet në mënyrë të përsëritur biznesit të Ervin Matës. Në kontrata dhe fatura shënohet në mënyrë fiktive shërbim hotelerie, sikur zyrtarët e QSUT-s flenë në hotelin e trafikantit në qendër të Tiranës. Në realitet, hoteli është përdorur vazhdimisht nga qeveria, ministritë dhe institucionet e larta të shtetit për konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe për çështje të sigurisë kombëtare. Madje aty janë zhvilluar edhe takime pune të strukturave të shishit, prokurorisë së përgjithshme dhe policisë së shtetit. Ndërkohë, drejtësia shqiptare nuk po merr asnjë masë konkrete për të sekuestruar pasuritë miliona euro që Ervin Mata zotron në Tiranë edhe në Bregdet. Edhe pse këto prona janë ngritur në mënyrë të dokumentuar mbi paratë e trafikut ndërkombëtar të drogës, SPAKu nuk ka vepruar ende për konfiskimin e tyre. Ky skandal është tregues i qartë i kapjes së institucioneve të shtetit nga mafia dhe krimi i organizuar, duke u kthyer në një sfidë të hapur ndaj sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Heshtja e institucioneve përgjegjëse në këtë rast është një bashkëfajësi e qartë që duhet marrë fund menjëherë.